Kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangjel Dule, deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim Vangjel Tavo dhe përfaqësues të minoritetit grek janë mbledhur për të diskutuar mbi drafti ligjin për minoritetet, i cili është në fazë hartimi nga Ministria e Jashtme. Dule tha se drafti do të analizohet në detaj nga të gjithë faktorët për të siguruar të drejtat themelore të minoriteteve. Çështja që po trajtojmë është e një rëndësie madhore për minoritetin etnik grek, për minoritetet në Shqipëri, por edhe për vetë demokracinë dhe respektimin e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të minoriteteve. Bëhet fjalë për përgatitjen e opinionit të minoritetit etnik grek dhe të gjithë faktorëve të tij politik në lidhje me ligjin që po përgatitet për sanksionimin e të drejtave të pjesëtarëve të pakicave kombëtare në vendin tonë. Rrjedhimisht është rëndësia e këtij akti ligjor që kërkon një përgjegjshmëri dhe përfshirje sa më të gjerë që të jetë e mundshme. Ndërsa kryetari i shoqatës së Omonias, Leonida Papa, tha se takimi synon arritjen, koordinimin dhe dakordsinë e përbashkët për një draft të plot propozimesh për ligjin për minoritetet.